Sot para nesh kemi një vendim të rëndësishëm, një vendim që lidhet drejt për drejt me rolin ndërkombëtar të shtetit tonë dhe me përgjegjësinë që marrim si faktor i paqes dhe stabilitetit global. Si një nga protagonistët e zhvillimeve që nga ushtria qeverimtare e Kosovës, në trupat e mbrojtjes të Kosovës dhe deri në forcën e sigurisë Kosovës, deri në pensionimin tim, asnjëherë, as me mendje e as me zemër, nuk kam pushuar se admiruari ushtrinë tonë. Ky admirim sot është edhe më i thellë, sepse shohim një ushtri të ndërtuar mbi sakrificë, profesionalizëm dhe përkushtim të palëkundur ndaj shtetit. Sot, në cilësinë e deputetit dhe në kryetarit të Komisionit për çështje të sigurisë dhe mbrojtjes, bashkëndjej krenarinë për të arriturat e forcës së sigurisë Kosovës. FSK-ja ndër vite ka dëshmuar profesionalizëm të lartë, standarde të avancuara etike dhe performancë të shkëlqyer në çdo aktivitet të saj, brenda dhe jashtë vendit, duke bërë një partner i besueshëm për aleatët tonë strategjik. Ngritja dhe zhvillimi i ushtrisë sonë ka kaluar nëpër disa faza të rëndësishme transformimi për të arritur sot në fazën finale të tranzicionit, e cila pritet të përmbyllet në vitin 2028. Ky proces do ta bëjë FSK-n plotësisht të aftë të përmbush misionin dhe detyrat e saj kushtetuese dhe ligjore, mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit të Republikës Kosovës, mbështetjen ushtarake e autoriteteve civile, si dhe pjesëmarrjen në misione ndërkombëtare dhe misione dhe operacione ndërkombëtare. Pikërisht në këtë frymë, sot po vendosim për dërgimin e kontingjentit të FSK-s në një mision ndërkombëtar në lindjen e mesme, përkatësisht në Gaza, si pjesë e një force stabilizuese ndërkombëtare me mandat për mbështetjen e paqes dhe zbatimin e një plani gjithëpërfshirës për përfundimin e konfliktit. Ne besojmë fuqishëm se kontingjenti i FSK-s është i përgatitur profesionalisht, i trajnuar sipas standardeve më të avancuara ndërkombëtare dhe plotësisht i familiarizuar me kornizën ligjore dhe autoritetin që buron nga mekanizma ndërkombëtar të paqes. Megjithatë, njëkohësisht kërkojmë nga Ministria e Mbrojtjes dhe Qeveria e Republikës Kosovës që të ndërmojnë të gjitha masat e nevojshme për të garantuar mbështetje të plotë për personelin tonë, në aspektin administrativ, operacional, logjistik, shëndetësor dhe financiar, para, gjatë dhe pas përfundimit të këtij misioni. Po ashtu kërkojmë përkushtim maksimal për kujdesin ndaj familjeve të pjesëtarëve të kontingjentit, sepse misionet ndërkombëtare nuk janë vetëm sfidë për ushtarakët tonë, por edhe për familjet e tyre që mbeten këto. Ky është një moment i rëndësishëm për shtetin tonë. Duke marrë pjesë në misione paqërujtëse, Kosova jo vetëm që kontribon në paqen globale, por edhe forcon subjektivitetin e saj ndërkombëtar dhe dëshmon se është e gatshme për të marrë përgjegjësi përtej kufive të saj. Paraprakisht, kërkojmë që të sillni marrëveshjen e bordit të paqes për ratifikim në Kuvend, sepse derivati i kësaj marrëveshjeje është edhe vetë forca ndërkombëtare e stabilitetit, pjesës së cilës do të jetë edhe kontingjenti i Forcës së Sigurisë Kosovës. Personelit të Forcës së Sigurisë Kosovës që do të marrë pjesë në këtë mision, ju urojmë shëndet, suksese dhe kthim të sigurt në atë dhe, me krenarinë e rodhës që po i shtojnë Republikës sonë. Grupi parlamentar i LDK-s voton për këtë vendim.